Të nderuar shikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion të lajmeve në televizionin e Prizrenit. Lëvizja vetëvendosje akuza komunën së Prizrenit refëndarjes së subvencioneve nga Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport. Arrestohet edhe një dyshuar lidhur me aksionin kundër degradimit të mjedisit në Prizren. Arrestohet një shtetasi huaj në Prizren, kërcënoi policët pas gjobës në trafik. Vivera Residence, një simbol i modernitetit dhe elegancës në Prizren. Vivera është një ndërtesë me 12 kate dhe 3 bloqe. Ajo ngrihet si një ikonë e qytetit, me një fasadë të mrekullueshme që tërheq vëmendjen për dizajnin e saj të veçantë. Ofrojmë apartamente të madhësive të ndryshme, përfshirë ato duplekse dhe penthouse, e që ofrojmë pamje të mrekullueshme të qytetit dhe maleve përreth. Brëndia ndërtesës është krijuar me kujdes, duke kombinuar elegancën dhe komoditetin, duke ofruar hapësira moderne dhe funksionale për jetesën tuaj të përditshme. Vivera Residence nuk është vetëm një ndërtesë, por një eksperiencë jetese shkëlqyer. Kompleksi ofron nivel të lartë të sigurisë dhe privatësisë për banorët e saj, me porta të mbyllura, parkingje personale, roje sigurie dhe ambiente të kontrolluara 24/7. Vivera Residence ndodhet në një zonë të qetë dhe të sigurt, vetëm disa minuta larg qendrës së Prizrenit, në rrugën kryesore Prizren-Suharek. Qendra e lëvizjes vetëvendosje në Prizren, përmes një konference për media, ka akuzuar komunën lidhur me ndarjen e subvencioneve nga Drejtoria Komunale për Kulturë, Rini e Sport. Në këtë konferencë kanë folur kuvendarët e lëvizjes vetëvendosje në Prizren, Dafina Alishani dhe Ilir Gashi. Përmes kësaj konference dëshirojmë ta njoftojmë opinionin publik rreth qeverisjes së dështuar, të menaxherit të dështuar, kryetarit Shaqir Totaj. Sot këtu bashkë me kolegun tim Ilir Gashi, po e mbajmë këtë konferencë për media, pasi që pas reagimeve tona në lidhje me ndarje të subvencioneve të Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kemi pranuar shumë ankesa nga OEQ, klube dhe individ të komunitetit sportiv e kulturor, të cilët gjatë 4 viteve vazhdimisht janë anashkaluar dhe diskriminuar me ndarje të subvencioneve nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Kjo drejtori, përveç që bën investime kapitale pa leje ndërtimore, e 3 nga ato që i kemi evidentuar dhe i kemi sinjalizuar te kryetari, ende nuk ka marrë asnjë dënim e asnjë thirrje nga vetë kryetari i komunës së Prizrenit. Po ashtu, tash keqpërdorimet në këtë drejtori evidentohen edhe me subvencionet e fundit të kësaj drejtorie, ku ka një keqeverisje dhe ka një keq menaxhim të jashtëzakonshëm. Gjatë kësaj qeverisje, në çdo ndarje të subvencioneve, ju kemi bërë thirrje drejtorisë përkatëse që ta bëjmë ndarjen më meritore dhe të pandikuar nga grupet përfituese të përafërt me pushtetin. Krahas thirrjeve tona, kjo qeverisje vitin e fundit të qeverisjes po e keqpërdor haptas pushtetin dhe bën shpërndarje të subvencioneve në mënyrë diskriminuese dhe klienteliste. Thirrja publike për subvencione ka disa lote, ku këto lote kanë pasur kritere. Ndër shumat e ndara në projektet vrehet një diskrepancë në shuma dhe nuk përputhet me kriteret të cilët kanë qenë në këtë thirrje. Ndër kriteret këtu te loti 1 e kemi ndikimin e ekonomik për komunën e Prizrenit. Pra, secili projekt që aplikon për subvencione duhet ta dëshmojë ndikimin ekonomik në kuadër që të merr poentime më shumë. Çka vrehet këtu? Ndër kriteret, domethënë, kur i analizojmë shumat e ndara për projekte, shohim që organizimet të cilat kanë shumë vite në organizim dhe përfaqësojnë Prizrenin më shumë se 15 vite, janë organizime më të gjata dhe kanë ndikim ekonomik më të lartë për komunën e Prizrenit, e shohim që haptas diskriminohen kundrejt disa organizimeve të cilat kanë më pak vite në organizim dhe më pak renome dhe ndikim ekonomik në qytet. Jemi mbledhur sot para jush për të ndarë disa konkluzione lidhur me ndarjen e fundit të subvencioneve për projektet kulturore, sportive dhe rinore nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e komunës së Prizrenit. Vendimi i fundit i kësaj drejtorie për ndarjen e subvencioneve
më shumë i ngjan një akti klientelist të diktuar nga interesa partijake sesa një përpjekje të mirëfillt institucionale për të mbështetur zhvillimin e kulturës, sportit dhe rinisë në komunën tonë. Përbërja e komisionit vlerësues është dëshmia më e qartë se kemi të bëjmë me një proces të politizuar dhe thellësisht të padrejtë. 3 nga 5 antarë të këtij komisioni janë antarë eksponent të Partisë Demokratike të Kosovës. Njëri prej tyre antar i shtabit zgjedhor, tjetri kandidat për asamble dhe tjetri kryetar i një nëndege të PDK-s në Prizren. Ajo që është bërë në emër të përkrahjes për kulturën është në fakt një përvetësim i saj. 2 festivalet që janë subvencionuar me mjete të konsiderueshme janë iniciativa të vetë kryetarit Totaj, ndërsa përfitues të tjerë janë familjar të stafit të tij apo individ dhe klube që kanë lidhje të qarta politike me qeverisjen aktuale. Kjo mënyrë e shpërndarjes së paras publike nuk është gjë tjetër vetëse një riciklim i saj brenda një rrjeti klientelist të ndërtuar dhe mbështetur nga kryetari i komunës. Kultura nuk është çiftlik i partisë. Subvencionet janë para publike dhe duhet të ndahen me kriteret të qarta, jo me direktiva partijake. Shaqir Totaj përsillet sikur buxheti komunal është pronë e PDK-s. Nga qyteti i kulturës në kulturën e klientelizmit. Prizreni, dikur shembull i kreativitetit kulturor dhe zhvillimit të pavarur artistik, po shndërrohet në një skenë të zymt ku lulëzon vetëm militantizmi dhe servilizmi politik. Festivalet me renomen ndërkombëtare u ndëshkuan, festivalet e kryetarit u shpërblyen. Kjo është përmbysje e çdo logjike meritokracie dhe një sulm i drejt për drejt ndaj skenës kulturore të qytetit. E ndërkaq që në një ambient festiv është organizuar ceremonia e diplomimit për nxënësit e klasës së 12 të Gjimnazit Gjon Buzuku. Në një atmosferë festive dhe plot emocione, sot në ambientet e shtëpisë së kulturës Gjemajli Berisha, u mbaj ceremonia solemne e diplomimit të maturantëve nga Gjimnazi Gjon Buzuku në Prizren. Të pranishëm në këtë ngjarje të veçantë ishin stafi drejtues i shkollës, mësimdhënësit, familjarët dhe miqt e maturantëve. Drejtoresha e këtij institucioni Gylaj Shipkovica, në një fjalë rasti u shpreh se ky gradim shënon jo vetëm fundin e një etape shkollore, por edhe fillimin e një rruge të re drejt ëndrave dhe synimeve që e presin përpara këtë gjenerat. Sot përmbyllet një etapë e rëndësishme në jetën tuaj. Pas 3 vitesh përpjekjesh, mësimesh, sfidash, suksesesh, ju përmbyllni një kapitull që do të mbetet gjithmonë i paharrueshëm në jetën tuaj. Shkolla jon ka qenë vendi ku ju rritët, u formuat dhe mësuat të besoni në vetën tuaj. Si drejtoreshe këtij institucioni, më lejoni të them me bindje të plotë se kjo gjenerat ka shkëlqyer. Jo vetëm në suksese mësime, por edhe në kulturë, në kreativitet dhe në shpirt bashkëpunues. Përfaqësuesi i maturantëve Andi Mashkulli dhe maturantja Enea Mallakaj, mes emocionesh u shprehen të lumtur që sot po e përjetojnë këtë moment kaq të rëndësishëm në përmbylljen e një etape të rrugëtimit të tyre arsimor. Në këtë kapitull ne kishim shumë momente që ishin të lumtur, mësuam që ishim por të kontrol një aqësi. Ju falenderoj shumë dhe jam shumë mirënjohur që në këtë vit shkollor isha kryetari i Këshillit të Nxënësve dhe bashkëpunova me nxënës për aktivitetet jashtëpolitike. Mirë, një ndjenje emocionale. Sot është graduimi për shkollës të mesme, një ndjenjë që s'ka mu harrua edhe mas disa viteve. Çfarë do ju marr malli më shumë? Ma shumë për kohën më të lirë që e kum pas, edhe me shoqërinë. Ndryshe, gjatë kësaj ceremonie festive, nxënësit ishin veshur me kapela dhe toga të diplomimit, si një simbol i meritës dhe suksesit të tyre. Prokuroria themelore në Prizren njofton se në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, njësia për hetimin e krimeve mjedisore, kanë arrestuar personin e 19 lidhur me aksionin e prokurorisë kundër degradimit të mjedisit.
Policia e Kosovës me datën 17 qershor ka njoftuar se ka kontrolluar një operator privat dhe ka sekuestruar një kamion dhe një ekskavator në ndyshimin për ndotje, degradim apo shkatrim të mjedisit. Rasti ka ndodhur në Prizren. Policia bën të ditur se është arrestuar një i dyshuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, njoftoi policia. Ndryshe, me datën 4 qershor 2025, prokuroria e Prizrenit në një aksion në 14 lokacione ku dyshohet për nxjerrje të zhavorit në mënyrë ilegale, ka arrestuar 17 persona dhe sekuestruar makineri të rëndë në vlerë rreth 2 milion euro. Në një konferencë për media, kryeprokurori i Prizrenit Petrit Kryeziu tha se personat arrestuar kanë vepruar në kundërshtim me ligjin që nga viti 2016, derisa u shfaqen edhe pamje të nxjerra nga masat e veçanta ku operatorë të ndryshëm dëmtojnë ambientin duke shkaktuar rrezik të përgjithshëm. Ndërkaq që një shtetas i huaj është arrestuar në Prizren pasi ka kanosur zyrtarët policor pas shqiptimit të një gjobe për kundërvajtje në trafik. Një shtetas i huaj është arrestuar në Prizren pasi ka kanosur zyrtarët policor pas shqiptimit të një gjobe për kundërvajtje në trafik. Sipas raportit 24 orësh të policisë së Kosovës, incidenti ka ndodhur të martën në mëngjes. Është arrestuar i dyshuari shtetas i huaj pas shqiptimit të etiketës të trafikut kishte kanosur zyrtarët policor. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, thuhet në raportin e policisë. Të nderuar shikues, në vazhdim të këtij edicioni të lajmeve ju përcjellim ngjarje të tjera të ditës së sotme. Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani përmes një postimi në Facebook ka ndarë foto të vizitës së saj zyrtare në Hungari. Osmani është takuar me kryetarin e Parlamentit të Hungarisë Laszlo Kover. Presidentja bëri me dije se ajo ka folur me Kover në lidhje me rëndësinë e bashkëpunimit ndërshtetëror. Ajo theksoi se Kosova është e vendosur të hapë kapituj të ri të bashkëpunimit me shtetin hungares. Në takim me kryetarin e Parlamentit të Hungarisë Laszlo Kover në Budapest, diskutuan për rëndësinë e bashkëpunimit ndërshtetëror në përfitim të qytetarëve të dyja vendeve. Kosova është e vendosur që të çelë kapituj të ri të bashkëpunimit me Hungarinë dhe në të njëjtën kohë të ruajë raportet historike dhe të fuqizojë lidhjet në mes popujve tanë, ka shkruar presidentja Osmani. Depresive ka quajtur ambasadori gjerman në Kosovë Jon Rode dështimin për të 33-ën herë me radhë të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Diplomati gjerman tha se për të është gënjyese të mos ketë institucione funksionale, derisa tha se Kosova nuk e ka luksin për një ngecje të tillë. Që të jemi sinqert, për mua më duket më të vërtet depresive për kandidatën, për reputacionin e vet Kuvendit. Shumë depresive për gjithë popullatën që ka votuar, tha ai. Rode përmendi nevojën për kompromis. Nevoja është kompromisi dhe nëse secili e thot vetëm unë kam të drejtë, në parim është në rregull kjo gjë, por që në politik duhet kompromisi, duhet zgjidhja, derisa përmendi rastin e Gjermanisë që tha se për hir të vendit u formua koalicioni shpejt ndonse nuk ishte lehtë. Pas përpjekjes së parë të zgjedhjes së kryeministrit, pas 3 orësh e gjetëm zgjidhjen e problemit. E themi më së pari shteti, pastaj partitë politike nënvizoi më tej. Asociacioni i komunave me shumicë serbe po mbetet një nga çështjet kyçe për të ardhmen europiane të Kosovës. Megjithatë, jo themelimi i tij për dërgimin i draft statutit në gjykatën kushtetuese është tashmë kusht për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Këtë konfirmoi ambasadori i Francës në Kosovë Olivier Guerreau, i cili tha se ky hap do të ishte një argument i fuqishëm për të bindur vendet që aktualisht janë kundër anëtarësimit të Kosovës në këtë organizatë. Kosova i përket atij forumi, por i duan argumente për t'i bindur vendet kundërshtare. Një nga argumentet është jo themelimi për dërgimi i statutit në gjykatën kushtetuese si një gjest i mirëbesimit. Ne jemi të gatshëm të mbështesim aplikimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, tha Guerreau. Lëvizja vetëvendosje akuza komunës së Prizrenit refëndarjes së subvencioneve nga drejtoria për kulturin e sport. Arrestohet edhe një i dyshuar lidhur me aksionin kundër degradimit të mjedisit në Prizren. Arrestohet një shtetas i huaj në Prizren, kërcënoi policët pas gjobës në trafik.
Dhe këtu kemi përfunduar këtë edicion të lajmeve. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.